Cili është veci i saj më i keq dhe ku do kishte bërë ndërhyrje kirurgjike? Përgjigjet e Gilit në intervistën 60 sekondëshe i shohim vetëm pas pak. Tongun jam Gili, kjo është intervista ime 60 sekondëshe për priven. Cilat janë gjërat më të rëndësishme për ty? Familja dhe vetëm familje. A ke bërë ndonjëherë operacion plastik? Jo, por nuk jam kundër. Nga çfarë nuk do të hiqje dorën kurrë në jetë? Nga familja. E ke frikë plakjen? Jo, sepse edhe ne jem njerëz. A je xheloze? Jam Çfarë nuk do falje kurrë në jetë? tradhtim. Përse bëhesh nostalgjike? Bëhem për ditët e kaluara me fëmijë që kanë qenë të veçll. Përse të merr malli më shpesh? Marr malli për pushimet e përbashkëta. Në kuzhinë, spektatore apo kuzhiniere e zonja? Kuzhinierja e zonja jam, por edhe spektatore kam qef me qenë. Ekziston lumturia sipas jush? Ekziston? A qan kur qesh? Jo. Tirana apo Prishtina? Prishtina. Këngëtari i huaj i preferuar? George Michael, Puthja e parë? 17 vjeç. Kur keni qenë për herë të fundit zëshkane? Asnjëherë. Koncerti i parë? Klasa 5 shkolla fillore. Në cilën pjesë të trupit do të bëje ndërhyrje kirurgjike? Prive.